Janë publikuar dokumente sekrete të skandalit Epstein dhe pjesë e tyre është edhe ish presidenti e Kosovës Jativeta Jaliaga. Për të folur mbi këtë, po themi, nxjerrje dokumentesh dhe përfshirjen e ish presidentes Kosovës, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Faton Mehmeti. Faton, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Faton, besoj që e keni përcjell lajmin që pjesë e këtyre dokumenteve është edhe ish presidenti e Kosovës. A kemi të dhëna realisht se në çfarë konteksti është e përfshirë ajo? Jo vetëm ish presidenti Ajoga, po dhe ish presidenti Paculli, pra është përfshirë në dosjen e Spejnit, kështu që këtu janë diku në mira dokumente që kanë qarkulluar, është edhe emri ish presidentes Ajoga, e cila në një vizitë të saj në New York në vitin 2012, pra sipas një emaili që është dërguar, kishte shprehur dëshirën për të takuar tashmë të ndjerën e Spejnit. Mirë po, vetë presidenti Ajoga i ka mohuar pas lajmit, do thotë, që ka qarkulluar nëpër mediat në Kosovë. Ish presidenti Ajoga e ka mohuar një gjë të tillë, duke thënë se asnjëherë nuk ka kërkuar dhe as që e ka takuar e Spejnit, kështu që thjesht ajo thotë që janë disa lajme të pavërteta. Kjo mund të qëndrojë ashtu siç thotë ish presidenti Ajoga, për faktin që në gjithë ato dokumenta që janë publikuar, pra zyrtarët amerikanë nuk kanë dhënë përgjegjësi se gjitha janë të verifikuar, pra një pjesë e tyre mund të jenë ende në identifikim e sipër, kështu që nuk përjashtohet mundësia që një pjesë e madhe të tyre të mos jenë të vërteta. Gjithsesi, lajmi që ish presidentja e Kosovës pra është e përfshirë, ka bërë bujë në Kosovë duke ngjallë si pak herë reagimin e ish presidentes Ajoga, e cila me thonë drejtën pavarësisht se her pas here është përmendur emri i saj, ka qëndruar e heshtur, mirë po në këtë rast ka reaguar. Kështu që edhe ish presidenti tjetër i Kosovës, ish Paculli, edhe ai është përmendur, mirë po edhe i njëjti edhe ai e ka mohuar që të ketë pasur ndonjë takim tashmë me ishte dënuarin e Spejnit, i cili ka vdekur siç e dim pra brenda burgut në vitin 2019. Këtë kuptim, pra të dy ish presidentët kanë mohuar pra që të jenë takuar ose të kenë shprehur dëshirën për një takim të mundshëm. Faton, po rasti i Pacollit, me çfarë kemi të bëjmë, pra duke ditur që po themi ka pasur mjaft aludime se Epstein është një krijesë e shërbimeve sekrete ruse, pasur parasysh këtu edhe Pacolli që shumë biznese i ka, po themi, ngritur në Rusi ose ka punuar shumë në Rusi. Po, edhe te rasti Paculli nuk është se momentalisht ka shumë dosje të publikuara, ajo që dihet deri tash është se është aluduar për një takim të mundshëm të tyre, por vetë Paculli e ka mohuar një gjë të tillë, pra nuk ka thënë që nuk e ka takuar asnjëherë. Pra bëhet fjalë për një vizitë po ashtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur zotri Paculli kishte qenë, por ky siç thuhet ka pasur një tentativë për takuar, por edhe zotri Paculli ka qenë i prerë në këtë diskutim, edhe ka thënë që nuk e ka takuar asnjëherë dhe as që ka pasur interes. Velem ai ka thënë që nuk e ka ditur as kush është tashmë e Spejnit, e lere më që ta ke takuar, mirë po mbetet për të verifikuar, edhe nisu nga edhe ajo që ju e thatë më herët, pra që Spejnit thuhet që është një krijesë pra e shërbimeve ruse në mënyrë që të nxjerrë përmes vojzave që të nxjerrte përveç shyrjes së epsheve, nxjerrte edhe diskrecione të ndryshme për arsye se siç thuhet një pjesë e tyre ishin edhe të agentura të ndryshme. Në këtë kuptim, pra nuk përjashtohet mundësia që e Spejnit pra t'i ke dërguar moskës zyrtare informacione konfidenciale nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga partnerët e saj. Kështu që është e mundur që edhe zotri Paculli pra në këtë aspekt jetë përfshirë edhe përmes njohjes që ka pasur me zyrtarë të lartë rus edhe të biznesit dhe të politikës. Por zotri Paculli është ai që e ka mohuar kategorikisht dhe në deklarimet e tij brenda 2 ditësh ai më shumë se 2 herë pra ka reaguar duke thënë që nuk është i përfshirë dhe mbetet për të verifikuar pra se cila qëndron e vërteta. Me kalimin e kohës pra pritet që këto dosje të Spejnit, pra ato dikun që janë diku 3 milion dokumenta që qarkullojnë pra të verifikohen dhe
vetëm atëherë mund dijmë me saktësi se ku qëndron e vërteta. Deri tani mi jemi thjesht të amencuar se ka mundur vërtet këtë një takim mes Pacollit edhe Spenjt. Edhe nëse ka pasur nuk është fare e habitshme duke për arsye që i ceka më lart. Faton, a mund të ketë, po themi, nisë hetimesh lidhur me, po themi, daljen e këtyre të dhënave në publik dhe ndoshta institucionet e Kosovës mund të duan të sqarojnë rrethanat e përfshirjes së ish-presidentëve në këtë dosje. Pra mund të nisen hetimet? Jo, nuk e besoj për shkak se nuk kemi të bëjmë me ndonjë krem përfshirjes, nëse zotri Paculli do të ishte ose zonja Joga do të ishte përfshirë si thua në afera seksuale që kanë ndodhur me Spenjt, atëherë mund të ketë, por përderisa nuk ka diçka eksplicite, thjesht ka vetëm supozime për një takim, nuk besoj që institucionet e Kosovës kanë edhe bazë të mjaftueshme për të nisur një hetim, sepse me Spenjt janë takuar qindra e mira njerëz. Pra ideja është që aso deri ku ka shkuar bashkëpunimi, pra ka pasur bashkëpunim dhe kanë qenë të implikuar në aferat për çka dhe Spenjt njihet. Po deri më tani nuk ka dhëna të mjaftueshme që ish-presidenti Pacolli apo ish-presidentja Joga të jenë përfshirë. Nëse me kalimin e kohës do dalin dokumenta tjera ku përfshihen në mënyrë eksplicite si zotri Pacolli, qoftë zonja Joga apo ndonjë ish personalitet tjetër në politikën e Kosovës, atëherë mund të nisin hetimet. Mirë, po për momentin nuk e besoj dhe thjesht edhe nga kontaktet që kam me institucionet e sigurisë, ata nuk e kanë parë të arsyeshme dhe për të nisur një hetim dhe thjesht kanë thënë që nuk kanë bazë të mjaftueshme për momentin për të bërë diçka të tillë. Mirë, po nuk përjashtohet mundësia nëse dalin dokumenta tjera të cilat e implikojnë më thellë zotrin Pacolli në ndonjë aferë të mundshme. Mirë, po deri më tani jo. A ka gjasa që pjesë e dosjeve të ketë edhe figura të tjera publike të Kosovës? Nuk përjashtohet, unë e thash, pra me kalimin e kohës mund të ketë edhe të përfshirë tjerë, mund të jetë edhe ish-presidenti Thaçi ose ndonjë politikan i kalibrit të lartë Kosovë që kanë dominuar jetën politike në Kosovë për 20 vjet. Mund të jenë të përfshirë, pse jo, mirë po deri më tani nuk është se kemi si thua një informacion të tillë. Pra jemi gjithë kurreshtar për të parë se çfarë do del në dritë me kalimin e kohës, por nuk përjashtohet mundësia që të kemë ndonjë lajm bom, jo vetëm në Kosovë, mirë po edhe në Shqipëri nuk përjashtohet mundësia që ndonjë prej figurave të larta politike të jenë të përfshirë në dosjen e Spenjt. Kur dihet fakti që në Shqipëri, siç e kemi parë deri më tani nga dosja e Spenjt, pra një ish politikan i lartë i ka sugjeruar ose i ka lavdruar vajzat shqiptare që janë shumë të bukura, pra duke nxitur zotrin Spenjt që të ndërmarrë ndonjë ofenzivë për të joshur vajzat nga Shqipëria për shumat e majme të parave. Pra gjithë kjo nuk është bërë sigurisht pa përfshirjen e zyrtarëve të lartë të shtetit shqiptar. Kështu që unë besoj që në Shqipëri bomba mund të pëlqasë Shqipëri më tepër se sa në Kosovë. Faton, në fakt ka pasur dosje lidhur me Miroslav Lajçak, i cili thuhet se është i përfshirë në dosjen Epstein dhe kujtojmë këtu që ai ka qenë i dërguari special i Bashkimit Evropian lidhur me raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Si është pritur ky lajm nga mediat e Kosovës? Po, siç e kemi theksuar edhe ne si njerëz të zhvillimit politike, zoti Lajçak ka qenë gjithmonë i anshëm në raportin e dialogut Kosovë-Serbi dhe ai shpesh është kritikuar nga institucionet e Kosovës për një anshmëri që ka qenë e dukshme dhe fatmirësisht ai para pak kohësh vetëm i skadoi mandati dhe tashmë në cilësinë e këshilltarit të kryeministit të Slovakisë ai thjesht edhe dha dorëheqje pas publikimit të këtyre dosjeve, mirë po kjo është parë thjesht si një lloj justifikimi të gjithë atyre njerëzve që vazhdimsi e kishin kundërshtuar zotrin Lajçak duke thënë se ja me çfarë njeriu kemi pasur të bëjmë punë, ja kush ka qenë ky njeri i cili ka mbajtur gjithmonë anën Serbisë dhe zoti Lajçak pra është i përfshirë dhe në dokumentat e fundit që po dalin pa tregojnë një lloj shkëmbimi të mesazheve të tij me Spenjt,
ku edhe Spenti thotë se një pjesë e madhe e vajzave janë shumë treja për të, duke aluduar që nuk është hera e parë që i ka dërguar vajza të reja dhe ka bërë si thua edhe po themi orgji ose gjëra të tilla që kanë bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur përmendet edhe me datë ku zotri Lajçak ka qenë atje edhe për 2 ditë derisa ka qëndruar, ka pasur si thua edhe festa me vajza dhe disa edhe të mituara. Kështu që nuk është për të befasuar asgjë nga zotri Lajçak dhe po ashtu nga i dërguari Borrell, të cilët kanë qenë jashtëzakonisht qysh nga fillimi i procesit në dialogun Kosovë-Serbi, duke mbajtur hap të rrezë qëndrimin pro Serbisë dhe duke qenë se kanë nga 2 vende që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, pra ka qenë shumë e dukshme. Kështu që në Kosovë, pra nga gjithë kjo dosje ka bërë bujë më tepër kjo e Lajçakut, edhe për arsye që i ceku më lart, mirë po edhe ata që e kanë kundërshtuar e kanë justifikuar si thuaç, pra gjithë kundërshtimin e tij. Ja, me çfarë njeriu kem pas bëjmë dhe një njeri i tillë, imagjino se sa serioz ka mund të jetë në punën e tij. Ju folët pak më parë në fakt edhe për disa publikime që janë bërë lidhur me Shqipërinë, në fakt një prej zyrtarëve ose zyrtarëve të lartë ndërkombëtar në fakt pas vizitës në Shqipëri i thoshte Epstein se Shqipëria kishte vajza shumë të bukura. Sa po themi sa e vërtet është ajo çfarë flitet nën rrogos në Tiranë dhe jo vetëm, që në fakt të huajt ndërkombëtar kur vinë në Shqipëri përveç misioneve që kanë qerasen, le të themi kështu, në mënyrë shumë të dhimbshme edhe me vajza dhe me vajza shqiptare pra. Po janë të pak diplomatët Shqipëri që nuk kanë spoku një dashnore shqiptare aty. Pra janë të pak. Pra një ose më shumë, por për një është kështu shumë e sigurt, pra për një pjesë dërmuese. Kështu që duke ditur se kanë si thua buxhet, po themi të lartë dhe me vajza shqiptare të cilat janë në hall edhe si thua nuk e kanë problem për ta shitur trupin e tyre, kështu që bëjnë qefe të pafundme në këtë kuptim. Pra edhe dosja që ka dalë nga informacioni në fakt nga dosja Zbejnë e zbërthen pak a shumë se si diplomatët që vinë 1 ditë 2 ditë arrin të vinë në kontakt me njëherë me vajza shqiptare. Pra, si është e mundur që një diplomat që arrin 48 orë me mision që të vijë takimet që të ketë të tjerë, pra të mund të bie në kontakt me njëherë me vajza shqiptare. Pra këtu tregon që është një rrjet i organizuar i cili ju sjell vajza diplomatëve të huaj. Në këtë kuptim besoj që nëse hetimet fillojnë edhe serioze në Shqipëri, atëherë mund ta zhbëjnë si thua këtë linjë të e cila si thua i qeras diplomatët e huaj me vajza shqiptare, mirë po në besoj që nuk është interes institucioneve shqiptare për të shkaktuar për të nxjerrë pa një skandal diplomatik të ndërkombëtarëve për shkak se Shqipëria është në një proces të rëndësishëm për të futur në Bashkimin Evropian, edhe kështu që nuk dëshiron ta shpërqendrojë vëmendjen nga rrugtimi i saj, por ajo që është shumë e sigurt është që pothuajse çdo diplomat në Shqipëri, qoftë ambasador, sidomos për ambasador që qëndrojnë atje, kanë spoku një dashnore shqiptare dhe kjo është shumë e dukshme. Faton, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve, kënaqësia ime.